Flamurin që e mban në balë të shtëpisë thot se jep lavdin, por vetëm kjo i ka mbet veteranit të UÇK-s Nusret Bektishi, i cili në betejën e Araqinës në vitin 2001, mezi mbeti i gjallë dhe tani jeton me 80% invaliditet. 45 vjeçari thot se sakrifikoi për një jetë më të mirë të gjithëve, por që tani ndihet i lënë pasdore nga të gjithë, pagën që e merr nga puna, të cilën e bën në këtë gjendje shëndetësore, mezi e përthekon muajin. Madje thot se askush nga bashkëpartiakët e tij të BDI-s nuk i hapën derën për t'i punësuar vajzat e tij që kanë kryer fakultete, të cilat sadopak do t'ja ngjisnin dorën babait për t'u bërë idare në shtëpinë e tyre. Na kemi bërë shumë për rrëdhe. Na kemi shku me lënë jetë për rrëdhe. Unë kom lënë gjymtyrat e trupit për rrëdhe. Kom derë gjak për rrëdhe. Edhe derë dhe prapë. Pse se e një obligim ndaj kombit tema ndaj popullit tem. Vetëm se qeveritarët dhe partia jonë, për të më thonë që na përkra deri tash, ndaj neve s'ka pas kur një farë interesi. Unë e lajmëroj në çdo lloj telefonate. Na për ministri, na për drejtori, ku mbon na për udhëheqësi shkojnë këto tonë, se nuk kanë marrë kur një farë obligim. Kjo familje 5 anëtarësh në lagjën Vizbek të Shkupit, sikurse çdo familje tjetër me të ardhura minimale në vend, nuk e mban dot mlefin pas keqpërdorimit të mundit të tyre nga funksionarët e shtetit, kësaj radhe për rritjen marramense të pagave për udhëheqësit dhe të emëruarit më të lartë publik. Ferë nuk është hiç se ato për veti po dilme me kërkue mi rrit pagat mujore, kurse ato pagat mujore mas pagat e kam 1500 euro, edhe s'po mundën me ja dalë kurqish ato. 1500 e ka, 1000 ka gruaja, 1000 ka djali, me 4-5 euro në mujtë asë të s'po mujtë kanë kurqish me që jetën. A unë me 400 euro në përmusha me dalë. Me që një jetë normale. Ajo nuk është ferë. Ajo është diskriminim, ajo është shkelje, ajo është turp i madh ndaj një luftari, ndaj një invalidi, ndaj një familje dëshmore. Se kush nuk ka shku për të pasurohet. Na kemi shku për të arrit diçka. Nuk kum dal për të lip lëmosh, nuk kum dal për të afirmuar, për të bë. Kum dal vetëm të tregoj se duhet të ketë parasysh, duhet ta kenë parasysh tjerë ato që janë afër Alijes. Nusreti thot se nuk merr asnjë të ardhur për invaliditetin e tij. As bashkëshortja nuk merr ndihmë sociale nga shteti për kujdesin ndaj tij. Sikurse ky dhe të gjithë veteranët e luftës prej dekadash kishin kërkuar zgjidhje të statusit të tyre me një ligj të veçantë, sikurse ishte rasti me Branitella.